juve botoksi, po? A është testu të ata njerës që është apliku, do të dhe në qëfar faze, periuda që ka qenë, që ka ndodhë me ata njerës? Nuk është për ata persona? Nuk kemi pra studime afatgjate, as afatshkurte, as afatgjate, se nuk janë dhe të dëshëruara, nuk është problemi se nuk është një revolucion shkencor, nuk janë mjekët estetikës ose shkencëtarët që e kanë nxjerrë të si zbulim, por është një, mund ta quajmë një hile, një marifet që po e bën industria e bukurisë për të shitur kaq shtrenjtë një produkt që vjen nga trupi i njeriut të vdekur dhe favoret, sepse këtu po flitet për botokset si filler, po përdoren hyaluroni që janë të ditura, e përmendi dhe kosovarja shumë mirë që është një trend më së i prekshëm, i përditshëm që merret dhjami nga pjesët të ndryshme të trupit dhe injektohet diku tjetër aty ku dëshirohet, pra kjo e quhet lipozekcioni, pra por është indi jon dhe madje edhe kur bëjmë transplatimin e madje të indit ton, ne kemi komplikacione mjekësore të mirëditura. Imagjinoni kur marrim dhjamin e një të vdekuri dhe të një ADN-je komplet ndryshe, që nuk e trupi jo nuk e njeh, kështu që nga ana mjekësore, Gonxhe, ne e dim që do kemi patjetër raste që do dalin po ashtu virale në internet të prekurve nga këto injekcione të shtrenjta ku do shohim që dhjami i injektuar pas një afati të caktuar edhe do vdesi. Do kemi pra ata ashtu quhet nekrozat, vdekje të indit ku është bërë transplantimi, ku është bërë injekcioni. Kemi infekcionet. Në momentin që fusim në trupin tonë diçka të huaj, kjo mund të shkaktojë një reakcion të inflamacionit që quajmë dhe të infekcionit që përhapet infekcioni deri në gjak dhe madje kemi në Angli një rast të vdekjes nga injekcionet me dhjamin e të vdekurve. Pra, ato raportimet e rasteve të veçuara të para kanë filluar të dalin në internet, por afatgjat mendojmë si mjek që është jo e rekomandueshme për faktin që nuk dim se çfarë i shkaktojmë trupit tonë dhe a mund të rrezikojmë madje edhe vdekjen nga këto injekcione. Pra, me sa duket nuk është as shkencërisht e sigurt. Po edhe nëse flasim do me thonë për injektim të vjamit të trupit tënd, prapë është rrezik dhe kemi shumë raste të vdekjes, do me thonë është një ndër procedurat më të rrezikshme në botë. Lëre më kur merr një vjam që i takon një trupi tjetër, do me thonë mendoj se 99% do të vdes vjami, nuk do të mbijetoj, sepse është shumë e vështirë që qelizat vjamore kur largohen një herë nga trupi dhe futen përsëri që të mbjetojnë. Dhe mendoj se prapë nuk do të arrish 100% rezultatin e dëshiruar. Do me thonë është një rrezik, është një do me thonë një hap shumë i rëndësishëm, por që nuk mendoj që do të ketë sukses. O si po shini ju si qoftë mania po dëshirë që të kalojnë ndoshta çdo imagjinat, sepse deri dje kemi folur po për një pjesë të indit të trupit tënd me dërguar në një pjesë caktuar, por tash të një personi të vdekur dhe po shohim që ka madje edhe persona ndoshta ne këtu po irritohemi, por në anën tjetër të botës ka edhe kërkesa dhe ka persona që e kanë provu, ani pse qysh po shihet sipas doktoreshës edhe nuk është që ka funksionuar shumë mirë. Si po ju duket kjo? Mendoj se është e tepërt dhe mendoj se i kalon pak limitet e standardeve normale të bukurisë. Mendoj se nuk më pëlqen që të promovohet dhe nuk më pëlqen se çfarë do të bëhet trend në Amerikë, madje në vendet e tjera të botës me zispresin ta provojnë. Ajo po vjen. Ajo po vjen, po mendoj se e kalon atë normalitetin, atë normalen. Do me thonë është në rregull të dukesh bukur, të kujdesesh, të kurosh për veten, të gjithë e bëj edhe unë, mandej nuk është që jam kundër, kam edhe ndërhyrje, po jo deri në atë pikë. Jo, deri në atë pikë. Deri kur rrezikohet shëndeti i vetë personit. Po çka edhe nëse do të ishte pra e sigurt shkencërisht, a mjafton kjo për ta bërë të pranueshme moralisht një ndërhyrje të tillë, Valmira? Ta zëvësh gjithçka okay, gjithçka e sigurt, por në aspektin tjetër njerëzor, moral, etik. Nëse flas për kuandit tem personalisht, unë nuk isha ndi rehat, do të thotë nëse veç e kisha ditë që ai endi amor po merret prej një personi të vdekur. Mirë po, prapë cekem që pjesa me estetike do të thotë ka marrë një hap jashtëzakonshëm, sa që njerëz e pranojnë këto, po besoj edhe shkojnë deri në këtë lloj të çmendurisë. Vetë fakti që na në trupin tonë lejojmë pas edhe përveç botoksave, proteza, do të thotë të ndryshme, kështu që unë po mendoj që kanë, nëse ajo kish pas rezultat, sepse prapë është fazë testuese që po bëhet, edhe nëse kish pas rezultat, edhe ikim asaj pjesës të side effecteve, unë po mendoj që veç njerëzit kanë me përdorë dhe kanë
kanë me shfrytzu këtë gjë. Pra mendon që do ta përdor, nuk do t'ju Në qovë se shohin rezultat edhe pse sa duhet rezultate mund me qenë edhe pse tojnë e dëmshme. E kemi rastin për shembull për Ozempikun. Gjithë shkencëtarët thonë që nuk duhet gjithë personat me përdor, edhe ka shumë side effect, mirë po e dim që çdo person dytin tretin që shohim që ka hup peshë dhe nuk e dim që ka bu xhem ose diçka regjim strikt me dietat, e dim që ka përdorur Ozempikun. Edhe pse i kam përballë efektet anësore që jep ai ilaç. Kështu që unë po mendoj kemi arrit deri në atë fazë që çkado që përballemi me rrezikun e marrim do thot përsipër, ndoshta për mosdijes ose veç dëshirës për të dukur bukur. Ne për shembull te floku e përdorim stem cells, edhe ajo merret prej indit diamor, mirë po bëhet prej vet personit. Edhe në momentin që bëhet nga vet personi, sikur është për shembull PRP-ja dhe ka shumë gjëra që i bëjmë, do thot ajo kur është nga vet personi është komplet e pranueshme, sepse e kemi domethënë 100% riskun, e kemi shumë më pak për infeksione, për nekroza, për gjithë këto. Kështu që tek kjo pjesë po mendoj që nëse ka mu duk bukur dhe ka me pas efekt ata persona që e kanë apliku, ka me rritë rëndë sa do që kostoja qenë ka bukur shumë e madhe, se nuk e kam ditë rreth kostos. Shumë e madhe kosto. Po kur flasim për bukurinë, Aurora, duhet të ekzistoj një vijë e kuqe, pra, a duhet të ketë limite edhe ndërhyrjet estetike, nga kandi i një mjekës, si shihni ju këtë? Unë si do flasi psikoterapiste tani, Gonçe, sepse po kalojmë tek perceptimi i bukurisë dhe kur bëhet fjalë, u përmend edhe nga kolegja më përpara që shumë persona sa do ndërhyrje të bëjmë injekcione, të bëjmë përsëri, nuk ndihen të bukur dhe e ripërsërisin operacionin e zbukurimit të hundës, të fytyrës e të tjera me radhë disa herë derisa e dëmtojnë madje veten e tyre dhe për hir të përfitimit shumë mjek ose studio estetike e luajnë lojën e këtyre pacientëve të varur psikologjikisht nga bukuria e tyre. Pra kemi të bëjmë nga ana psikologjike me një vartësi të mirëfillt, pra siç kemi drogra të ndryshme që nga nikotina, kofeina, drograt e rënda, është edhe vartësia ndaj bukurisë, po ashtu një vartësi e rëndë, e cila patjetër nuk kërkon një patjetër psikoterapistin, pra tek mua ose tek psikolog të ndryshëm në Kosovë, këto pacient që janë dhe pak me prirje të shtuara narcistike, të veç dashuruar, nuk shkojnë te psikologu që kushton shumë herë më pak dhe thjesht do t'regonin rreth vetes së tyre dhe do donin më shumë veten e tyre. Po psikologu i bën të bukur brenda, jo jashtë. Po që realisht duan nga jashtë, duan si përfaqen, duan si fasadën, pra kemi të bëjmë me një çrregullim, mund ta quajmë edhe fenomen shoqëror psikiatrik. Pra një shoqëri që do vetëm fasadën, që do vetëm dukjen, shohun dhe harron vlerat e brendshme dhe bukuria e brendshme është ajo që na jep lumturinë dhe jo gjelpërat nga kufomat për 100.000 euro, por ata të cilët nuk e duan kurimin e shëndetshëm, të shkuarit te psikologu, të duarit të vetët të tyre, të bërit sport, u përmend, më mirë të shkojnë të marrin gjelpërën e Ozempikut për të rënë në peshë sa të bëjnë sport. Kështu që të njëjtin qëndrim ka mundësi mjekë, sikundër kemi thënë për Ozempikun që është e dëmshme, edhe gjelpërat për me dhjamin e kufomave, jo vetëm që është në ana shëndetësore e dëmshme, por dhe nga ana etike. Imagjinoni se çfarë konfliktesh do shkaktonte një personi që ka probleme psikologjike në vetvete që e di që ka qelizat ose indin e një kufomeje. Pra ne do e dëmtonim emocionalisht në mënyrë permanente, duke futur në thonjza një identitet të ri, duke futur një fantazëm në thonjza të kufomës së të vdekurit. Pra kemi të bëjmë me dëmtime masive dhe të psiqikës. Po pse mendoni që ka shumë ndërhyrje apo ka shumë varësi e mirëfillt ndaj bukurisë? Këtë kemi shumë tekstuar, sikurse në Kosovë edhe në Shqipëri, apo këtë fenomen shoqëror psikiatrik që e quani ju, çfarë po e shkakton? Është shoqëria e shpejtë dhe moderne ku ne jemi. Gjithçka duhet arrihet shpejt dhe pa fundamente, pa baza, pa vuajtje. Budizmi faktikisht e thot shumë qartë që pa kaluar të gjitha ato mund ta quajmë
të format e vuajtjes, ne nuk mund ta përjetojmë lumturinë dhe gëzimin, sepse diçka që fitohet lehtë nuk gëzohet. Është diçka që ne arrim për të treguar të tjerëve që ne jemi të suksesshëm, jemi të pasur, jemi të famshëm dhe shpirtërisht jemi një rënoj e vërtet, sepse nuk merremi me prodhimin e një marrëdhënie me veten tonë, me atë fëmijën, e thuhet në të gjithë psikologët e famshëm të botës tani, me atë vajzën 7 vjeçare ose djalin 7 vjeçar që mbas është i traumatizuar, nuk është dashur mjaftueshëm, dhe mos harrojmë që shoqëria e Kosovës shqiptare në total ka traumatizime në të gjitha fazat e veta dhe sa të rinj janë pa identitet në këtë shoqëri, sa të rinj nuk kanë një orientim të qartë se kush janë dhe nuk e kanë ndonjëherë dhe mbështetjen qoftë të prindërve dhe të shoqërisë se si të bëhen një personalitet që do vlerën, që kërkon në fund të ditës të bëhet një njeri i mirë dhe jo thjesht një njeri i pasur dhe i famshëm. Dhe bukuria, të themi të gjithë vërtetën, është një armë. Të gjithë, u tha që në fillim, të gjithë duam të bëhemi të bukur, sepse është një formë kontrolli dhe pushteti, por në ana psikologjike, në ana mjekësore, është jo e shëndetshme të orientohemi vetëm tek sipërfaqja dhe të harrojmë marrëdhënien me fëmijën tonë të brendshëm, dhe më besoni, ai nuk kërkon as xhilpëra, nuk kërkon as qindra mijëra euro, kërkon thjesht një bisedë në çdo mëngjes ku nglihemi, themi pasqyrë se jemi të bukur kështu që jemi. Po, në një në ndodhë që të shihemi pasqyrë dhe të jemi në presion pak të standardeve të bukurisë, apo jo kosovare. Është e vërtet, unë pas edhe si punë dhe si profesion, do me thonë jam direkt e kyçne dhe kam kontakt me vajza çdo ditë edhe e di se çka kërkesa kemi dhe nuk jemi kur të kënaqura. Momentin që bën një ndërhyrje, gjithçka, po tash për momentin do me thonë është kjo lloj ndërhyrje, do me thonë të pasme, të barke, është shumë in për momentin, do me thonë këtë vit duket çdo e dyta vajzë. Apo i pa vetëm verës kjo. Çdo e dyta vajzë ka këndëri, po tash bëhemi gati për pushime, kështu po çdo lloj, do me thonë krejt llojet e operacione plastike ndërhyrje, veç ato që është e mundshme dhe ofrohet, do të thonë nëse kanë mundësinë ekonomike, mendoj se secila vajzë do e bënte. Okej, floku nuk del, e di. Patjetër, Aurora. Ta pjesë kosovaren, e dashur kosovare, pse mendon ti që këto goca, çfarë duan të shesin këto me të gjitha këto gjokset e fryra dhe me prapanicat e fryra nëpër plazhet e Shqipërisë dhe të Kosovë, ose në vende tjera të botës? Se kur duam të prezantojmë do thotë po shesim diçka. Se këto goca nuk duan një libër, se po t'i dhuroja unë një libër, do më besoj që do ma hidhin kështu, do më thënë suratit të thojë, saj që librin baje për vete, por shkoj më mirë për një qatë tjetër. Janë relevante, preferencat nuk janë të gjitha njësoj, për momentin janë këto gjëra. Nuk e ditë se çka duan të shesin, por mendojnë se duan të ndjenë mirë me vetën, duan të, dhe si që thatë më herët bukuria është pushtet, do me thënë momentin që je e bukur dhe ndjesh e bukur, ki më shumë prezencë dhe vetë besim, dhe mendoj se kjo reflektohet. Ndoshta aty është krejt qëllimi, ndërsa për të shitur nuk e di. Por sa e arrin këtë vetëm me një pamje të bukur, sepse nuk mjafton nëse nuk është konfidenca, dhe konfidenca vjen edhe nga brenda. E biseduam dhe me Aurorën, sepse si psikoterapiste besoj e ka rolin më të madh flas dhe informacionet më të sakta se si duhet investuar edhe në brendësinë tonë. Nuk mjafton të jesh e bukur, ne shohim shumë vajza të bukura, por nuk kanë as pak vetë besim. Patjetër që po, ajo do më thonë as që diskutohet, sepse duhet kishte prioritet pjesa ose bukuria mbrëmshme përveç asaj, mirë po edhe pjesa që tha doktoresha, pse nuk e marrim një libër, ose po ndjeket trendi edhe deshte. Edhe librat po i marrim vetëm si aksesor. Pak po ironizoj se nuk është ashtu që unë isho librat në atë mënyrë. Mirë po, do të është shumë e ndihshme kjo pjesë cila truhemi që mos infektohemi, me thonë, është në shoqëri prej gjithë kësaj, sepse deshte trendive që i ka përfshi, do të thotë, shumicën e femrave dhe gjenerata, treja dhe gjithë njerëzve, nuk po bëj dallime gjinore këtë rast, sepse janë edhe meshkujt ata që i vojnë. Edhe të pjesa kësaj pse, atër do të na si shoqëri e kemi leju vetë që t'japim prioritet pamjes t'jashme të duke. Është ma e shprehur kjo mendon në Ballkan, janë çmimet më të ulta, sepse ne shpesh themi që jemi një prej vendeve, edhe jemi në fakt më të varfra në Evropë, por kur vjen puna për intervenime të tilla, të gjithë i kanë pak lek në xhep. Unë e di që janë në gjendje, do të thotë, njerëz përveç kredive me hidhe bashku e disa për me arrit ato që ai ka pikësinim. Edhe kur e arrin ato që kanë pikësinim, çu shi bën me undi?
në qovë se aj person do të thotë, se për këthemi prapën, ku do të thotë, kur ke të lashe me vetën, kur je nuk i paplëcum për brenda dhe kur vetë besimi mungon për pjesën brenda, mendoj që pjesa e është sa do që zbukurome, nuk ka me qeni knaqën aj person asë njëherë. Edhe ma ndej kjo ka me shti që me bojë intervenimin e pare, dytë dhe automatikisht kalon varësit këtyre gjanave, sepse prapë u këthemi të ajo që pëse pjesën brendshme kemi bashkë. Kështu që unë pa tjetër do të thotë që duhet jemi për brenda edhe të investojmë përveç mirëqenjes tonë pa tjetër. Unë e kësha pa shumë ma të arsyeshme për shembull nëse të merrem me pjesën e bukurisë në higjenë, në pjesën do të thotë mënyrën se ushqehemi, pjesën do të thotë se e bojmë lifestyle, atëherë ajo kish me qenë ata persona reflektojnë do të thotë të shoqëria, kur janë për brenda të plotësuar. Mirë po thash prap, ajo që na ka kap trendi duhet patjetër, ndoshta nuk jemi ojë nëse nuk kemi buzë ose mullza ose gjaks ose çado. Nëse krahasohemi, nëse shkojmë në një lokal, edhe mundemi pa do të thotë femra që janë pas një intervenim, ndoshta se jemi të kësaj epoke, goxha është që nuk kanë me pas vëmendjen, që kanë persona që hyjnë kur janë me intervenime, ose që i kushtojnë rëndësi lukut, ose... Sepse për shumë